2 weeks ago, Para 2 javësh, we took a small break from the Song of Solomon. Mori një pushim të shkurtër nga kënga e këngëve. And today the Lord has laid on my heart something else to preach also out of another book. Sot do të vendosur diçka ndryshe nga një libër tjetër për predikuar. Actually out of the book of Luke as we did 2 weeks ago. Nga libri I Lukës siç bëm para 2 javësh. And so we are not abandoning our study in the Song of Songs. Pra nuk po e lëm fare studimin tek kënga e këngëve, But this is just what the Lord laid on my heart today. por kjo është çfarë Zoti ka vendosur në zemrën time. All right, let's take our Bibles and go to the book of Luke, chapter number 5. Le të marrim Biblën tonë dhe të hapim tek Luka kapitulli numër 5 në faqen 68. I have not been particularly reading Luke in my studies, Nuk është se kam lexuar shumë Lukën në gjatë studimeve të mia, but there have been so many things that the Lord has given me lately por janë kaq shumë gjëra që Zoti më ka dhënë së fundmi that direct me to this book. që më kanë drejtuar te ky libër. And so I'm thankful to be here this morning Pra jam falënderues të jem këtu këtë mëngjes in the book of Luke again. në librin e Lukës sërish. Luke chapter number 5 is one of my most favorite stories out of the Bible. Luka kapitulli numër 5 është historia e preferuar në Bibël. And the Lord has used this study to do miracles in my life. Zoti ka përdorur këtë histori për të bërë mrekulli në jetën time. And has showed me many things inside this story here. Më ka treguar shumë gjëra brenda kësaj historie, But this week there were some things that he showed me out of here that I've never considered before. por gjatë kësaj jave më ka treguar disa gjëra jashtë kësaj që si kisha marrë ndonjëherë në konsiderat më parë. Thank God his word is alive. Falënderojmë Zotin se fjala e tij është e gjallë. And thank God for his word this morning. Dhe falënderojmë Zotin për fjalën e tij. And I'm thankful for God sending us his word. Dhe falënderoj që na dërgoi fjalën e tij. All right. Luke chapter number 5 and we'll start reading in verse number 1. Luka 5 dhe do të fillojmë të lexojmë në vargu numër 1. All right. The Bible says, and it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. Dhe ndodhi që Jezusi kur qëndroi në bregun e liçenit të Genezaretit, ndërsa turma po shtyhej rreth tij për të dëgjuar fjalën e Perëndisë. And saw 2 ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. Pa 2 barka duke qëndruar në breg të liçenit, nga të cilat kishin dalë peshkatarë dhe po lanin rjetat. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land, and he sat down and taught the people out of the ship. Atëherë hyri në një nga ato barka në atë që ishte e Simonit dhe ju lut që të largoi pak nga bregu. Ul dhe I mësonte turman nga barka. Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let your nets down for a draught. Dhe kur pushoi së foluri I tha Simonit, shko në të thella dhe hidhni rjetat tuaja për të zënë peshk. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Dhe Simoni duke u përgjigjur I tha, mjeshtër, u munduam gjithë natën dhe nuk zum asgjë, por mbi fjalën tënde do ta hedh rjetën. And when they had had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. Dhe si bë kështu, zë një sasi të madhe peshku dhe rjeta e tyre po shqyej. And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they would come and help them. And they came and filled both of the ships, so that they began to sink. Atëherë u bën shenjë shokëve të tyre që ishin në barkën tjetër që të vinin e t'i ndihmonin. Dhe ata erdhën dhe u mbushën të 2 barkat, aq sa gati po fundoseshin. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Simon Pietri kur pa këtë I ra ndërgju Jezusi dhe I tha, Zot, largohu prej meje se jam njeri mëkatar. For he was astonished, and all that were with him, at the draught of fishes which they had taken. Sepse Pietri dhe të gjithë ata që ishin me të habiteshin për shkak të gjallët të peshku që kishin zënë. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men. E një gjë e ngjau dhe Jakobi dhe Gjonit, bijët e Zebedeut që ishin shokë të Simonit. Atëherë Jezus I tha Simonit, mos ke frikë, tash e tutje ti do të peshkosh njerëz. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him.
Pastaj ata si nxorën në breg barkat, lanë çdo gjë dhe ndoqën. I want to preach just for a few moments this Do të predikoj këtë për pak momente këtë mëngjes on the subject, mbi tematikën all or nothing. e gjitha ose asgjë. And so pray with me this morning. Pra lutin me mua këtë mëngjes sa mundeni. Father, in Jesus' name, Lord, what beautiful words we have read this morning out of your word. We pray, dear God, that you would please deliver to our hearts exactly what we need. God, I pray that I would not say anything that you would not have me to say, God, but you would give me, Lord, out of the abundance of your word and out of the abundance, Lord God, of what you've put in my heart, exactly what to say this morning. Lord, I pray that you receive all of the glory and all of the praise for everything that is said and done today. Help us, we pray, in Jesus' name. Amen? Amen. And amen. Now, in our text this morning, Në shkrimin tonë të mëngjes, we have a scene that we can learn so much from. kemi një skenë që mund të mësojmë shumë prej saj. We literally could go 100 different ways in what we're preaching this morning Literalisht mund shkojmë në mira rrugë të ndryshme nga kjo që po predikojmë and preach 100 different messages. dhe të predikojmë me qindra mesazhe të tjera. And they would all be in context. Dhe do të kenë në kontekst. Here we're getting one of the first good looks at Simon Peter in the Gospel of Luke. Këtu po marrim një pamje të qartë të Simon Pietrit tek Ungjilli i Lukës. And it's not the first time that we've seen him, Nuk është hera e parë që e shohim, but it's the first time we're able to see into his heart and his character. por është hera e parë që mund shohim në zemrën dhe karakterin e tij. We are told in the book of John, chapter number 1, Na shton tek libri i Gjonit 1, the Lord said unto him, Zoti i tha atij, you shall be called Cephas. do të thirrësh Cephas. Sifus, All right. And that has a great significance dhe ka një domethënie të madhe, because that means a stone. sepse do të thotë një gur. I like to joke and say that it could mean that Peter was a little hard-headed. Unë bëj shaka dhe them që Pietri mund të ishte kokfort. You know what I mean? Anybody else in here hard-headed? Besoj e kuptojnë çfarë them, jeni dhe ju kokfort ndoshta këtu. I've got one, all right. Një e kam. But in Peter's life, Por në jetën e Pietrit it's about the only character that you see from him. ka të bëjë vetëm me karakterin që shkojnë tek ai. He is always questioning the Lord, Është gjithmonë duke vënë në pikpyetje Zotin and he seems to frequently doubt him. dhe duke sikur në mënyrë të vazhdueshme dyshon tek ai, He always seems skeptical about everything. duket skeptik në lidhje me çdo gjë. Many people called the disciple Thomas in the Bible Shpesh njerëzit e quajnë dishepullin Thoma në Bibël, the disciple who doubts. dishepulli që dyshon ndërkohën. But maybe that title should be given to Peter. Po ndoshta ky titull do të jepet Pietrit. Skeptical Simon is what we should call him. Simoni skeptik duhet ta quajmë atë, Because it's about the only character that you see from him. për shkak se është karakteristika e vetme që mund të shkojnë tek ai. And he's always questioning the Lord, Vë gjithmonë në pikpyetje Zotin, and this time is no different here. dhe këtë nuk është më ndryshe këtu. This scene starts and Jesus is standing by the lake of Gennesaret. Kjo sken fillon me Jezusin që qëndron në liqenin e Gjenezaretit, And the name of this lake dhe emri i këtij liqeni literally means a harp. literalisht do thotë një harp. All right. And we can travel back to the Old Testament. Mund të kthehemi mbrapa në Vjetën e Vjetër. And one of the first times that you see this word harp mentioned in the Bible, Dhe herën e parë që shkoni këtë fjalën harp që përmendet në Bibël, it is when in the book of 1 Samuel, përmendet tek libri 1 Samuelit, the people searched out for a man who could play the harp. njerëzit po kërkonin për një person që mund të luante në harp. There was an evil spirit that haunted King Saul. Ishte një shpirt i ligë që përndiqte mbretin Saul And they said, please find us a man who could play the harp, dhe thoshte, ju lutem gjeni një person që mund të luajë në harp, that he could play it and the evil spirit leave që të Saul. mund të luajë dhe që shpirtrat e ligjt të largon nga Sauli. And then all will be well. Dhe gjitha do të jetë mirë. And if you know the story, Dhe se një historinë, you know that the man that they found was to be none other than David, dhe din që person që gjetën ishte Davidi, the young man who would soon be the king of Israel. i riu që së shpejti u bë mbret i Izraelit. And here we have in our text this morning, Dhe ja te kemi në shkrimin tonë këtë mëngjes, the one who is referred to as the son of David, ai që referohet si biri i Davidit, because he has fulfilled the prophecy sepse ka plotësuar profecinë that he would come from the lineage of David. që vjen nga linja e Davidit, And he is standing by this lake called a harp. dhe qëndron në këtë liqen që quhet harp. And how is all this significant? Si është kjo domethënëse tani? It is the place this morning that has been prepared for God Është ky vend të mëngjes që është përgatitur për Zotin, to be able to sit with his people,
për t'u dërguar me njerëzit e tij and to show them things without any hindrances. dhe për t'u treguar gjëra pa pengesa. Every time we come in here, we always open up with music, Çdo herë që ne vim këtu e nisim me ose e hapim me muzikë, playing instruments and singing. duke luajtur instrumente, duke And kënduar. we are welcoming the Spirit of God to come and sit with us for a little while. Mirë presim shpirtin e Perëndis që të vijë dhe të ulet me ne për pak kohë. And we are running out any spirit in here that is not of God. Dhe largojmë çdo shpirt ose frym që nuk është e Perëndis. We're giving the Lord praise and glory. Japim Zotit lavdi, And we've prepared this place this morning for the Lord përgatisim këtë vend për Zotin, to be able to sit with us and speak with us që for të a ulet while. me ne, të flas me ne për pak kohë. Now, we have prayed this morning. What? We have prayed. Ne jemi lutur të mëngjes, We are in a prepared place. jemi në një vend të përgatitur, And here's Jesus, dhe atë është Jezusi, and he has prepared a place for teaching. dhe ka përgatitur një vend për të dhënë mësime. All right, follow me for just a minute. Më ndiqni për një moment. I'm preaching my introduction, and then I'll give you the message. All right. Po predikoj prezantimin dhe do të kaloj tek mesazhi. This scene continues, Kjo skem vazhdon and we see two ships on the edge of the lake. dhe shohim vetëm dy barka në buzë të liqenit. They were empty because the men were off cleaning their nets. Ishin bosh sepse njerëzit peshkatarët po pastrojnë rrjetat. Now, I've never seen anybody do this before Unë s'kam parë ndonjë ta bëj këtë më parë until I moved to Albania. derisa lëvizja në Shqipëri. And we were in Plage Vietra one night having coffee. Ishim te plazhi i vjetër një mbrëmje teksa pinin kafe And for 3 hours, dhe për 3 orë I watched 5 men pull their net in kam parë 5 burra që të rishin rrjetën and clean everything out of it. dhe pastronin çdo gjë në të. And they were fishing on the shore, Dhe peshkonin aty te bregu, not fishing on a boat like these men were. jo në një barkë siç ishin këta burrat këtu. And these nets that we're reading about this morning were much bigger than the nets that these men were using. Edhe këto rrjeta që po lexojmë të mëngjes janë më të mëdha se ato të atyre që po them. And so why is it important to keep the net clean? Tani pse është e rëndësishme të mbajmë rrjetat pastra? Because if you don't keep the net clean, Sepse nëse nuk i mbajmë të pastra, you can't cast it the right way. s'mund ta hidhni në mënyrën e dur. You won't catch fish Nuk do kapni peshk, because it will get tangled up in the sea. sepse do lidhet në det. And let me say this morning Dhe më lini t'ju them të mëngjes that this sea is a picture of the world. se ky det është pamje e botës And all throughout the Bible, dhe gjatë Biblës, the sea is a picture of the world. deti është i pamje e botës. Jesus came and he got these men. Jezusi erdhi, mori këta njerëz And when he first met them, dhe në momentin e parë që i takoi ata, he said, you will no longer be a fisher of fish. i tha nuk do të jeni më peshkatar peshish, You will be a fisher of men. por njerëzish. And that is what we are saved or called to be. Dhe ja se çfarë ne që jemi të shpëtuar thirremi. If our nets are tangled in the things of this world, Nëse rrjetat tona janë të lidhura në gjërat e kësaj bote, we will never catch souls with our nets. nuk do të kapim kur shpirtra me rrjetat tona. Right? If we do not keep our lives from being tangled within the things of this world, Nëse ne nuk bëjmë jetët tona të lidhura me gjërat e kësaj bote, we'll never win anyone to Christ. nuk do të fitojmë asnjë për Jezusin. And we cannot be effective witnesses for Christ. Dhe nuk do të jemi një dëshmi efektive për Jezusin. And so the scene continues. Pra skena vazhdon ende. Jesus finds Simon's ship, Jezusi gjen barkën e Simonit and he tells him to go back out into the sea, dhe i thotë që të shkojë sërish në liqen, away from the land. larg nga toka, And then Jesus sits down and teaches the people in the ship. dhe Jezusi ulet dhe jep mësime njerëzve në barkë. He looks at Simon, Shikon Simonin and he says, Simon, I want you to launch back out into deep waters dhe i thotë Simon dua që të shkosh në urat e thella and let your nets back down again. dhe të edhe sërish rrjetat e tua. And so here's the message this morning. Ja tek është mesazhi ynë këtë mëngjes. There was a disagreement in Peter's heart. Ishte një mos dakordsi në zemrën e Simonit. There was a lack of obedience. Ishte një mungesë There bindjeje, was a lack of commitment. mungesë përkushtimi And there was a problem with his faithfulness. dhe një problem me besnikërinë e tij. And every one of us needs to avoid these things in our lives. Dhe gjithë secili prej nesh duhet të mënjanoj këto gjëra në jetën e tij, And ose can saj, by looking at these truths this morning. duke parë këto të vërteta këtë Number mëngjes. one, I want you to see that a partial agreement Së pari duhet shikoni një dakordsi të pjesshme, is an instant disagreement. është një mos dakordsi e menjëhershme. Look at the first part of verse number 5. Le të shohim pjesën e parë të vargu numër 5. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing.
Dhe Simoni duke u përgjigjur i tha, mjeshtur munduam gjithë natën dhe nuk gëzuam asgjë. Peter came up with all of the excuses. Pietri erdhi me gjithë justifikimet e mundshme. Lord, we've been here all night, Zot, kemi qenë këtu tërë natën. and it's now morning. Tani është mëngjes. The sun is coming up and it's time to sleep. Dielli është ngritur, është ka flëm, Because they have been out fishing all night and have nothing to show for it. sepse kanë qenë tërë natën zgjuar duke peshkuar dhe s'kanë asgjë për treguar tani. Lord, don't you know that I'm tired? Zot, a nuk e di që jam i lodhur? Lord, don't you know how much I've been doing lately? Zot, a nuk e di se sa shumë kam qenë duke bërë së fundmi? You ever told the Lord that? A ja keni thënë një herë Zotit të? I told the Lord this morning I was tired. Ja tha Zoti të mëngjes që isha i lodhur. All right, you don't have to hide that. I told him that too. Nuk keni pse fshini këtë gjë, sepse dhe unë e bra. Lord, do you know what all I've done this week? Zot, a di gjithçka që kam bërë gjatë kësaj jave? Can I just take one day and rest? A mund të marr një ditë dhe të pushoj? And some days the Lord does give you days of rest. Ndonjëherë Zoti ju jep ditë pushimi, But thank God it's not this day. por falënderojmë Zotin se nuk është kjo ajo ditë. This day is reserved for the Lord. Amen. Kjo ditë është e rezervuar për Perëndin. And today He has something for us. Sot ai ka diçka për ne. Today He wants us here in the things of God. Sot ai na do këtu në gjërat e Perëndis. Peter says, Lord, we have tried all night long and we have worked. Pietri thot, kemi udhëtuar tërë natën, kemi punuar, jemi lodhur. And you know, he thought, what is the point of trying again? Dhe ai ne dim që ai po mendon dhe çfarë qëllimi ka ta provojmë sërish. These men had just cleaned their nets. Këta burra sapo kishin pastruar rrjetat e tyre, They spent hours cleaning the nets from all of the things of the sea that caught in them. kishin orë që pastronin rrjetat nga gjërat që ishin mbledhur nga deti, domethënë, And te now the rrjetat. Lord is asking them to get their hands dirty again. Dhe tani Zoti i kërkon atyre që të bëjnë duart sërish shtëpisë. And I know what Peter went through Peter's mind. Dhe kuptoj se çfarë kalonte në mendjen e Pietrit. If I drop this net back in the sea, Po të edh sërish të rrjet në liqen, I'm going to have to spend time and wash it all over again. do më duhet kaloj kohë sërish për ta larë, për ta pastruar. And I know what he's talking about here. Dhe e di se për çfarë po thot këtu? Lord, I've worked so hard. Zot kam punuar kaq fort, I'm going to go back to church next Sunday. do të kthehem në kishë të dielën Can tjetër. I just take Wednesday off and rest? Thjesht mora të mërkurën pushim për të pushuar, When we come up with all the excuses that are against what the Lord wants, por kur vi me këto justifikime që janë kundra asaj çka Zoti dëshiron, we are in total disagreement with Him. nuk kemi asfalt dakordsi me të. I was talking with a young man the other day from America, Po flisja me një të ri nga Amerika më parë, and he was a good young man that had just gotten saved është një i ri që sapo shpëtua in one of the churches of my best friends. në një ndër kishat e një miku tim shumë të mirë. And I asked him while I was on the phone with him, Dhe pyeta teksa isha në telefon me të, I said, hey buddy, when are you getting baptized? He had not been baptized yet. edhe pyeta kur do të pagëzohesh sepse nuk është pagëzuar ende. And he said, well, I'm praying about that. Dhe tha, jam duke u lutur për këtë. And I'm going to tell you something, I don't want you to misunderstand me. Dhe dua t'ju them diçka dhe dua të mos më keq kuptoni. Did you know there are such things as stupid prayers? A e dini se ka gjëra të tilla si lutje me një lehta? Well, how can I say that? Si mund ta them këtë? Well, what is a stupid prayer? Çfarë është një lutje me një lehtë? A stupid prayer is something that we already have clear command about in the Bible. Një lutje me një lehtë është e tillë kur ke një urdhëres të qartë në Bibël. It is a command from God that every believer get baptized. Një urdhëres nga Perëndia për çdo besimtar që të pagëzohet. It's not something you have to pray about. Nuk është diçka që duhet të luteni për të. God tells us there to be baptized. Zoti na tregon që duhet të pagëzohemi. It is a command from God for every believer to be in the house of God. Është një urdhëres nga Perëndia për çdo besimtar që të jetë në shtëpinë e Perëndis. That is not even something that we have to pray about. Nuk është diçka që duhet të lutemi për të. God says to be baptized after you're saved. Zoti thotë që duhet të pagëzohemi pasi shpëtohemi. So get baptized. Pra pagëzohu. God says not to forsake the assembling of yourselves together. Zoti thotë mos lini më një në mbledhjen me vëllezërin e motrat. And so go to church. Pra shkonin kish. That's clear. All Kjo right? është e qartë. Peter was acting silly here. Pietri po sjellej në mënyrë me ndjelehtë këtu. God told him to do something, he should have just done it. Zoti kishte thënë bënte diçka dhe thjesht duhet ta bënte. His message was clear. Mesazhi ishte i qartë. Go out again and Ko put your nets jashtë down. sërish dhe hidh rjetat And poshtë. then look at what Peter says. Dhe shikoni se çfarë thot Pietri. Not only did he say, Lord, we've worked all night, Jo vetëm tha Zot kemi punuar tërë natën, but he says, Lord, we have nothing to show for it. por tha që nuk kemi asgjë për treguar. I know what he thought. What is the point in this? E di se po mendonte çfarë qëllimi ka kjo. You ever been fishing all day and not caught anything?
A keni peskuar në njëre s'keni kap asgjë? In America, Në Amerikë, we have a joke between our friends, and I know it's a joke between a lot of fishermen. kemi një shaka mes mish aty dhe është një shaka që bëjnë peshkatarë kryesisht. We used to go fishing in America 2 or 3 times a week, Shkoni peshkojnë në Amerikë 2-3 herë në javë. and I've been doing that as long as I can remember. Dhe kanë bërë aq gjatë sa mund vaj mend. And I've had a fishing rod in my hand since I was about 2 years old. Kisha një gre peshkimi që 2 vjeç. And it's always time for me to think and get away from the world for a little bit. Është ajo kohë kur duhet të largojmë nga bota për I pak kohë. haven't been fishing since I left America 7 years ago. Kam pa peshkuar që kur jam larguar në Amerika para 7 vjetësh. So I haven't done a lot of thinking. Amen. Pra kam bërë shumë mendime. Just kidding. Nuk kam pa të Yeah, bëj we mendime. gotta go. You guys gotta take me, all right? Duhet të But shkoj, all- duhet të më merrni. But all the people that go fishing, Por të gjithë njerëzit që shkojnë për peshkim, we have a saying, kemi një shprehje. just one more cast. Edhe një hedhje tjetër grepi. Do you guys know what that means? A dini se çfarë thotë kjo? All right. It doesn't matter if you've caught 100 fish. S'ka rëndësi se e kapi 100 pesh It doesn't matter if you haven't caught anything. ose asgjë, It's time to go, është koha për t'ikur. but there's always time for one more cast. Por është gjithmonë koha edhe për një herë tjetër. But you never catch anything when you take that one last cast. Por nuk kapni asnjëherë kur jeni dhe atë dhe një herë dhe një herë. But it's obviously a biblical thing. Por është diçka biblike. So now we have an excuse for it. Pra tani kemi një justifikim për këtë, Because the Lord is telling Peter to cast one more time. sepse Zoti thotë Pjetri që të hedhë dhe një herë. But you know what Peter's thinking? Por e din se çfarë mendon Pjetri? What is the point of this? We've been out here all Çfarë night. qëllimi ka ta bëjë ende kur kam tërë natën që e kam bërë këtë? He caught nothing. Nuk kapi asgjë. And in his heart and his mind, he was done. Dhe në zemrën dhe mendjen e tij ai kishte përfunduar fare. What excuses do we give this morning Çfarë justifikimesh japim këtë mëngjes? that we can't do what the Lord has asked us? Që nuk mund të bëjmë atë çka Zoti na thot. Next, I want you to see that partial obedience Më pas dua të shikoni një bindje të pjesshme, is instant disobedience. është një mosbindje e menjëhershme. Look at verse number 5 at the last part. Le të shohim vargu numër 5, pjesën e fundit. He says, nevertheless, at thy word, I will let down the net. Por mbi fjalën tënde do ta hedh rjetën. Now, well, that's an interesting thought. How was he disobedient here? A nuk është ky një mendim interesant? Si është kjo mosbindje këtu? Because here I see that Peter, in fact, tells the Lord Sepse këtu shoh në fakt se Pietri i thot Zotit that he's going to do what the Lord asked him to do. se do të bëj atë çka Zoti i kërkon. It's not a trick question. Nuk është një pyetje me spec. But I want you to see verse number 4. Por do që shkoni në vargu numër 4. Pay close attention to what the Lord says here. Tregoni në vëmendje se çfarë thot Zoti këtu. Now, when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. Dhe kur pushoi së foluri, i tha Simonit, shko në të thella dhe hidhni rjetat tuaja për të zënë peshk. Do you see what the Lord asked them to do? A shikojnë se për çfarë i kërkoi Perëndia atyre? You see that word nets there? E shkoni këtë fjalë rjetat atje? Now, look at verse number 5. Tani shkoni vargu numër 5. Peter says, we've taken nothing, nevertheless, at thy word, I will let down the net. Ai thot, u munduam qitë natën dhe nuk gëzum asgjë, kështu që do ta hedh rjetën. Do you see the difference? A shikoni ndryshimin? All right, the Lord told them to let down nets. Zoti tha rjetat Peter said, because you said so, Lord, I will let down the net. dhe Pietri thot, për shkak se ma the, do të hedh rjetën. He was not completely obedient to what God had asked. Nuk ishte plotësisht i bindur ndaj asaj çka Perëndia i kërkoi atij. And if we are partially obedient, Dhe nëse ne pjesërisht të bindur, we are being completely disobedient. po tregojmë plotësisht pa bindur, Look at all the problems that this had caused. shikojnë gjitha problemet që kjo ka shkaktuar. In verse number 6. Në vargu numër 6, Now, this was a miracle that the Lord did. tani kjo ishte një mrekulli që Zoti bëri, He was trying to teach them something important here. por përpiqej t'i tregonte atyre diçka të rëndësishme. But look at verse number 6. Por le të shohim vargu numër 6. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. Dhe si bën kështu, zu një sasi të madhe peshku dhe rjeta e tyre po shlyhej. Now, we don't know this, Tani nuk e dim këtë, but do you think their net would have broken if they would have been completely obedient por a mendojnë se rjeta e tyre do të çajnë nëse do të ishin plotësisht të bindur? to what God had asked them to do? Ndaj asaj çka Perëndia kërkoi për të bërë. Maybe not. We don't know that. Ndoshta jo, nuk e dim këtë, But I don't believe that this part of the lesson was originally for their nets to break. por nuk besoj se kjo pjesë e leksionit ishte për rjetat e tyre që të çajsh. It could have been, but that's just speculation. Mund të ishte por spekullim. There are many times in our lives when God tells us to do something. Janë shpesh kohë në jetën tonë kur Zoti na thotë që të bëjmë diçka, Now listen closely. tani dëgjoni me kujdes. He tells us and he's clear about it. Na tregon dhe është i qartë për këtë. We have his word.
Kemi fjalën e tij, and it's not something that we like or something we want to do. dhe nuk është diçka që ne pëlqejmë ose duam të bëjmë. And so we'll do a little of it just to think that we're satisfying it. Pra bëjmë pak nga ajo që të mendojmë se po e kënaqim, do pak, Maybe just one time because it will count towards it. I know. ose një herë se do quhet e di, But that's not total obedience. por nuk është bindje e plot. God has given us clear direction through His Word. Zoti na ka dhënë direktiva të qarta nëpërmjet fjalës së tij, And through it, He will speak to our hearts dhe nëpërmjet kësaj i flet zemrës sonë and show us what to do and what not to do. dhe na tregon çfarë duhet të bëjmë dhe të mos bëjmë. It's our job to take His Word Është puna jonë që të marrim fjalën e tij and to examine it and obey it fully. dhe ta analizojmë dhe të bindemi plotësisht. Again, those things that are clearly outlined in His Word to do Sërish këto gjëra janë shënuar në fjalë që ai duhet i bëj, and things not to do dhe gjëra që nuk duhet të bëj, are not even something we have to pray about nuk janë gjëra që ne duhet të lutemi. because we have a clear command from Christ to do them. Sepse kemi direktivë të qartë nga Krishti se çfarë duhet të bëjmë. I can't wait for Wednesday night's message. It's going to be very, very good. Mezi pres për mesazhin e mërkurës pas ditës do jetë vërtet shumë i mirë And you be here for that. It's going to be wonderful. dhe do të jeni këtu për të, do të jetë e So mrekullueshme. here's my question to you this morning. Pra ja tek është pyetja ime për ju këtë mëngjes. Have you been fully obedient to what God has asked of you? A keni qenë plotësisht të bindur ndaj asaj çka Zoti ka kërkuar për jush? If you haven't, get that right this morning. Nëse jo, jini në vendin e dur sot. Vendosni në vendin e dur. Partial obedience is disobedience. Sepse bindja e pjesshme është mosbindje. All right, let's look at the next one. Le të shohim pikën e radhës. Partial commitment is being uncommitted. Përkushtimi i pjesshëm është mos përkushtim. Look at verses number 5 and 7. Le të shohim vargjet 5 dhe 7. And Simon answering said unto him, Master, we've told all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Dhe Simoni duke u përgjigjur i tha: "Mjeshtër, munduam gjithë natën dhe nuk zum asgjë, por mbi fjalën tënde do ta hedh rjetën." And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come out and help them. And they came and filled both of the ships, so that they began to sink. Atëherë u bën shenjë shokëve të tyre që ishin në barkën tjetër që të vinin e t'i ndihmonin. Dhe ata ardhën dhe i mbushën të dy barkat, aq sa gati po fundoseshin. Why was it the first thing that Peter said? Përse ishte gjë e parë që Pietri tha? Lord, whatever you say at your word, I will do whatever it is. Përdesa më the ti do ta bëj. Përse tha kështu? It's because they lacked commitment. Për shkak se kishte mungesë përkushtimi, He wanted to give him all the excuses first. donte t'i jepte të gjithë justifikimet së pari. And then we read verse number 7. Më pas lexojmë në vargun më 7, Why did they even have to call to the other ship? përse duhet të thriste barkën tjetër. Why was this ship not already out there with them on the lake? Përse nuk ishte kjo barkë aktualisht me ta jashtë në det. Now, here's the thing. Ja tek është gjëja. How committed are we all to the Lord? Sa të përkushtuar jemi ne të gjithë ndaj Zotit? Are you only committed when there's a lot going on? A jemi të përkushtuar kur kalojmë shumë gjëra? I think about when I go fishing. Mendoj kur shkoj peshkoj. And I'm over here fishing. And what? I'm over here fishing. Dhe jam këtu duke peshkuar And maybe Farah Dean's over there fishing. dhe Faradini mund të jetë aty duke peshkuar And I have cast it 100 times and I'm not getting anything. dhe unë hedh 100 herë s'ka pasgjë. But then Farah Dean's catching every fish in the sea over there. Por Faradini ka çdo peshk në det atje. You know what I'm going to do? E din çfarë do bëj I'm unë? going to run over there and start casting where he's casting. Dobra, po do peshkoj atje ku është ai. But I wasn't doing that Por s'po bëja këtë until I wasn't doing anything. derisa s'po kapja asgjë. And he was catching everything. Dhe ai po kapte çdo gjë. But when the action is over there, Por kur aksioni është atje, that's when I want to get involved. atje dua të përfshihem dhe unë. And that's the way we act. Dhe kjo është mënyra se si ne sillemi, Are we veprojmë. only committed to the Lord when there's a lot going on? A jemi të përkushtuar ndaj Perëndisë vetëm kur ka shumë gjëra, Are we only committed to Him when we have 100 special meetings apo kur kemi 100 takime të veçanta? with foods and snacks and drinks and things? Me ushqime, pije, gjëra të tilla. And they were not willing just to obey. Pra nuk ishin të gati për të përkushtuar, domethënë dhe bindur, They came because there was blessings and stuff involved. por sepse kishte bekime dhe gjëra të përfshira. Why weren't they out there from the very beginning? Përse nuk ishin atje që prej fillimit kur Zoti i tha atyre? I want to tell you something this morning. Do t'ju tregoj diçka këtë mëngjes. All of this that we're doing, I said this the other night, E gjitha kjo që ne po bëjmë, siç e thash dhe në mbrëmjen e parë, it's not popular. nuk është ndonjë gjë popullore. When we come here, Kur ne vim këtu, do you know what people say to me when I'm in town? e di se çfarë njerëzit ton më thon kur jam në qytet? What do you give them to be there? Ça jep që janë vinë atje? Or what do they get from it? Ose ça marrin? I hear it all the time from all sorts of people. E dëgjoj tërkohë nga njerëz nga më të ndryshmit.
People want to come for the stuff. Njerëzit duan të vinë për gjërat. Do you remember, and not spiritual stuff? Dhe për gjërat jo shpirtërore, Do thonë. you remember in John chapter number 6? A e mbani mend tek Gjoni 6? Jesus sat down and fed multitudes of people. Jezusi ul dhe i mësoi shumë dhe ushqeu shumë njerëz. 5,000 men, not including women and children. 5000 burra pa përfshirë gra e fëmijë. Probably realistically around 12,000 people. Në realist një 12.000. He fed them with 5 loaves of bread I ushqeu me 5 bukë and 2 fish. dhe 2 pesh. And the Bible says that all throughout the chapter, Dhe Bibla thot gjatë gjithë kapitullit, the people that were there continued to ask him for food njerëzit që ishin atje vazhdojnë të kërkonin për ushqim and to question him about food. dhe vinin në dyshim për ushqimin. And Jesus told them, Dhe Jezusi i tha atyre, you're not coming for something spiritual, s'po vini për diçka shpirtërore, but you're coming for the physical blessing that you can receive. por bekimi fizik që mund të merrni. He said this specifically. I thot këtë specifikisht, You are here because you saw the miracle that I did with the loaves of bread. jeni këtu sepse keni parë mrekullinë që unë kam bërë me bukën. And it has happened ever since the beginning. Dhe ka ndodhur që prej fillimeve, People are only committed when there's a lot going on. njerëzit përkushtojnë vetëm kur ka gjëra të mëdha, But when things are quiet por kur gjërat janë të and the heshtura Lord simply just wants to speak, dhe Zoti do vetëm të flasë, there seems like there's nobody around. duket sikur nuk është askush për rreth. Are you fully committed to God? A jeni plotësisht të përkushtuar ndaj Perëndis? Are you willing to put off everything in your life in order to meet with God? A do të lini çdo gjë më njëri jetën tuaj dhe të përkushtojeni Perëndis? That is a loaded question this morning. Kjo është një pyetje e mbushur këtë mëngjes. Lastly, Së fundmi, partial faith causes much doubt. besimi pjesëshëm shkakton dyshime të mëdha. Let's look at verses 8 and 9. Le të shohim vargjet 8 dhe 9. The Bible says that when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Simon Pietri kur pa këtë i ra ndërgjuaj Jezusi dhe i tha: Zot, largohu prej meje sepse jam i ri mëkatar. For he was astonished at all that were with him, at the draught of fishes which they had taken. Sepse Pietri dhe të gjithë ata që ishin me të habiteshin për shkak të gjahut të peshku që kishin zënë. Peter falls down at the feet of Jesus. Why? Pietri bie tek këmbët e Jezusit përse? The first part of verse number 9, Pjesa e parë e vargu numër 9, says that they were all amazed. sepse ishin të gjithë të mahnitur. They should have been amazed at what God could do. Duhet të ishin të mahnitur me atë që Zoti mund të bëjë, But this is told in the sense that it was not just an amazing thing, por kjo tregon që nuk ishte diçka e mrekullueshme, but it was a shock to them. por shokuese për ta. It took them by surprise that the Lord said what he said he actually did. Ishte shumë surprizuese për ata që ajo çka Zoti tha ndodhi. I've shared this many times in here, but it's worth sharing again. E kam ndarë shumë këtë gjë me ju, por ja vlen ta ndaj sërish. Faith is a substance, Besimi është një and substancë there's evidence to faith. dhe është provë për besimin. Evidence, yeah. The Bible tells us that faith comes by hearing, Bibla thon se besimi vjen me anë të dëgjimit and hearing by the word of God. dhe dëgjimi me anë të fjalës Perëndis. How does faith come? Si vjen ky besim? By the word of God. Me anë të fjalës Perëndis. What you hold in your hands this morning Çfarë po mbani në duart tuaja këtë mëngjes? is where faith comes from. Është nga besimi vjen. But the Bible also says that without faith, Por Bibla thot se pa besim it is impossible to please God. është e pamundur që të gëzojmë Perëndin, And so what is biblical faith? dhe kështu është dhe besimi biblik. Simply believing and obeying what God has put in his word. Thjesht të besojmë dhe të bindemi asaj çka Zoti thot në këtë libër. Many people say, "Lord, give me more faith." Shumë thon Zot, më jep më tepër besim. And my question to them is, have you picked up a Bible? Dhe pyetja ime për ta është, a keni marrë një Bibël? Lord, give me a huge portion of faith. Zot më jep një pjesë të madhe besimi, But have you been studying your Bible? por a e keni studiuar Biblën tuaj? This thing's a lot more simple than we try to make it. Është më thjesht se ç'ne përpiqemi ta bëjmë. Do we truly believe every word of the Bible? A besoni çdo fjalë të Biblës, Word for word? fjalë për fjalë? Because when we don't, Sepse kur nuk e bëjmë, that is when we have doubt. kjo është kur ne kemi dyshime. And when we have partial faith, Dhe kur kemi besim të pjetshëm, that is when doubt sets in. atëherë hyn dhe dyshimi dhe ulet atje. These people here were not just amazed at the miracle that Jesus did. Këta njerëz nuk ishin të mahnitur për shkak të mrekullisë që Jezusi bëri, They say it literally like they were surprised it even happened. por e thanë sikur ishin të surprizuar që ndodhi domethënë. Listen, if God says something to you to do something, Shikoni kur Zoti ju thot diçka për të bërë He's juve, going to provide everything that someone needs to accomplish that thing. do të mundsoj çdo gjë që ju nevojitet për ta arritur atë gjë. This thing is so good that happened here Kjo gjë është kaq e mirë sa ndodhi këtu, that Peter even had to get all of his friends in on it too. sa Pietri duhej që të sillte edhe miqtë e tij atje. See, a good friend Shikoni, një mik i mirë would be standing over there casting
casting their fishing rod kur qëndronin dhe peshkon atje me grep and would say, hey, you're not catching anything over here, but come over here. dhe thot, nuk po ka gjendje, hajde këtu. All right. And so what would happen Pra çfarë do ndodhi if he had not doubted the Lord nëse nuk do kishte dyshuar Perëndin and just casted every net that he had dhe thjesht kishte hedhur çdo rrjet që dispononte in the boat, in the water? nga barka në ujë. He might have caught every fish in the lake. Mund të kishte kapur çdo peshk të liçenit. Listen to me this morning. Më dëgjoni këtë mëngjes. We should not have partial obedience. Nuk duhet kemi bindje të pjetshme We should not have partial agreement. ose marrëveshje të pjetshme We should not have partial commitment. ose përkushtim të pjetshëm And we should not have partial faith. dhe besim të pjetshëm. We should put all of our trust fully in him Duhet vendosim besimin tonë të plot tek ai and in him alone. dhe tek ai vetëm. I'll read one more verse and then we'll give the invitation. Do t'ju lexoj edhe një varg dhe do të kaloj tek tesa. Verse number 11. Vargu 11. It says, and when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. Pastaj ata si nxorën në breg barkat, lanë çdo gjë dhe ndoqën. Now what happened? Tani çfarë ndodhi? I think they learned something. Besoj se mëson diçka. The Bible says that they pulled up their boats. Bibla thot se nxorën barkat nga liçeni, They didn't worry about cleaning their nets. nuk u merakosën për të pastruar rrjetat e They tyre didn't worry about all of the stuff. ose për gjithë gjërat e tjera. They believed Kishin Jesus for who he was. besuan Jezusin për atë çka ai ishte And the Bible said they left all of that dhe Bibla thot se lanë çdo gjë and they followed him. dhe ndoqën atë. If we would learn from this morning Nëse do të mësojmë nga këtë mëngjes and simply follow him in all dhe things, thjesht të ndjekim atë në çdo gjë, our lives would be so much better. jeta jonë do të ishte më e mirë. And so let me ask you this morning. Pra më lejnë t'ju pyes të mëngjes. Have you been fully obedient? A keni qenë plotësisht të bindur? Or do we try to make excuses of why we can't do what God has told us to? Apo përpiqemi të japim justifikime për atë çka Zoti na tregon që të bëjmë? Are we fully committed to him in everything? A jeni plotësisht të përkushtuar tek ai në çdo gjë? Or do we doubt everything that he tells us? Apo dyshojmë çdo gjë që ai na tregon? This morning, if we would just pull up the boat Këtë mëngjes nëse nxjerrim barkat and leave all of that behind and simply follow him, dhe lëmë çdo gjë pas dhe të ndjekim atë, we would receive a blessing that we could not even pull in. do të marrim bekime që nuk mund t'i mbajmë dot. And so let's get with God this morning and find out what he wants from us. Pra le të kërkojmë Zotit se çfarë kërkon prej nesh.